Çfarë do të ndodhte nëse epoka e fundit e akullit nuk ishte thjesht një ndryshim natyror i klimës, por një kataklizëm që fshiu qytetrimet e para të tokës? Për miliona vjet, toka ka kaluar nëpër shumë epoka akullnajash, por e fundit, e cila mbaroi pak më shumë se 11.000 vjet më parë, vazhdon të tërheqë vëmendje të veçantë. Fundi i saj i papritur shënoi fillimin e epokës sonë të tanishme, megjithatë nga e njëjta periudhë vijnë histori përmbytjesh, shkatrimi dhe botësh të humbura nën akull. Legjenda nga kultura në të gjithë botën flasin për të mbijetuar, perëndi dhe qytetërime të harruara. Arkeologjia zbulon monumente që duken shumë më të vjetra se vetë historia, të ndërtuara me aftësi që duken shumë përtej asaj që gjuetarët e hershëm mbledhës duhet të kishin pasur. Në këtë dokumentar, ne eksplorojmë misterin e epokës së fundit të akullit, fundin e saj të papritur, pasojat e saj shkatruese dhe mundësinë që një kapitull i tërë i historisë njerëzore mund të jetë fshirë me të. Ju do të dëgjoni legjenda, do të shikoni prova dhe do të vendosni vetë se çfarë fshiu me të vërtet epoka e akullit. Rreth 12.800 vjet para epokës së tanishme, toka përjetoi një kolaps klimatik të papritur dhe dramatik. Kjo periudhë njihet si Younger Dryas dhe ajo shënoi ndërprerjen e fundit të madhe në mbyllje të epokës së fundit të akullit. Për mijëra vjet, planeti kishte qenë duke dalë nga rrethimi i akullnimit masiv. Temperaturat po ngroheshin gradualisht, shtresat e akullit po tërhiqeshin dhe ekosistemet po fillonin të stabilizoheshin. Komunitetet njerëzore, ende kryesisht gjuatar dhe mbledhës, po përstateshin me këto kushte në ndryshim. Pastaj, në atë që duket se ka qenë një periudhë shumë e shkurtër kohe, ngrohja u ndërpre. Një zbritje e shpejt në kushte të ftohta u përhap në shumicën e hemisferës veriore, duke zhytur rajone të gjëra përsëri në mjembise pothuajse akullore. Younger Dryas zgjati për rreth 1200 vjet. Gjatë këtij intervali, klima e tokës u kthye prapa drejt të ftohtit të ashpër të epokës së akullit paraprake. Temperaturat në pjesë të Evropës dhe Amerikës së Veriut ranë në mënyrë dramatike. Akullnajat që kishin qenë duke u tërhiqur u stabilizuan dhe në disa zona ato u avancuan përsëri. Kthimi i kushteve të ftohta ndërpreu thellësisht si ekosistemet, ashtu edhe shoqëritë e hershme njerëzore. Ajo që kishte dukur se ishte një lëvizje e qëndrueshme drejt klimave më të ngrohta, më të qëndrueshme, u kthye papritur mbrapsht. Shkaku i këtij kolapsi klimatik ka qenë subjekt i debatit të gjerë. Shpjegimet tradicionale shpesh fokusohen në ndryshime natyrore në qarkullimin e rrymave oqeanike. Sipas këtij këndvështrimi, sasi të mëdha ujë të ëmbël nga akullnajat në të hiqje mund të kenë derdhur në Atlantikun e Veriut. Ky prurje ujit të ëmbël mund të ketë ndërprer sistemin e rrymave të njohur si qarkullim atlantik meridial përmbys, i cili bart ujëra tropikale veriore. Nëse ky konvejer u dobësua ose u mbyll, rajonet veriore do të ishin ftohur rapidisht, ndërsa hemisfera jugore përjetonte ndryshime të ndryshme. Ky mbetet një nga shpjegimet shkencore më të gjerë pranuara. Megjithatë, duke filluar në shekullin 19 të vonë, një teori alternative fitoi vëmendje. Kjo teori njihet si hipoteza e impaktit Younger Dryas. Ajo sugjeron se kolapsi klimatik ka qenë klimatik u shkaktua jo vetëm nga ndryshimet në qarkullimin oqeanik, por nga një ngjarje e papritur dhe katastrofike. Shpërthimi ose impakti i një objekti qiellor. Sipas kësaj hipoteze, ose një kometë e madhe, ose një meteor i fragmentuar hyri në atmosferën e tokës dhe goditi me forcë të jashtëzakonshme rreth 12.800 vjet më parë. Pasojat e një ngjarje të tillë do të kishin qenë shkatruese. Impakti ose seria e impakteve mund të kishte shkaktuar zjarr të jashtëzakonshëm, përmbytje masive, shpërthime ajrore shkatruese dhe ftohjen e shpejtë të atmosferës. Sipas mbështetësve të hipotezës, kataklizma Younger Dryas përfaqëson një pikë these thelbësore në parahistorinë njerëzore. Rënja e papritur e temperaturës do të kishte ndryshuar pejsazhet në një shkallë kontinentale. Megafauna tashmë nën stres, të tilla si mamutët dhe mastodonët, do të kishin përballuar kushte edhe më të ashpra. Grupet njerëzore që vareshin nga gjahu i madh, ose që po fillonin të eksperimentonin me forma më të vendosura të mbijetesës, do të kishin hasur sfida të rënda. Tokat bujqësore dhe bimet e egra të përshtatshme për mbledhje mund të ishin shkatëruar nga ndryshimi i papritur në klimë.
Kjo teori gjithashtu bart një implikim më të thellë dhe më kontrovers. Disa kërkues dhe shkrimtar popular kanë sugjeruar që kataklizma Younger Dryas mund të ketë fshirë qytetërimet e hershme. Në këtë këndvështrim, kulturat e avancuara mund të kenë ekzistuar përpara 12.800 vjetësh vetëm për të shkatruar nga kthimi i papritur i kushteve akullore. Nëse është e vërtet, kjo do të thotë që historia njerëzore përpara ngritjes së qytetërimeve të njohura antike, të tilla si ato të Mezopotamis ose Egjiptit, mund të ketë qenë më komplekse se sa besohet tradicionalisht. Shkrimtar të tillë si Graham Hancock dhe Randall Carlson kanë sjellë këtë interpretim në vëmendjen e gjerë publike. Ata argumentojnë që mitet e përmbytjeve dhe kataklizmave, ruajtura në tradita në të gjithë botën, mund të jenë kujtesa të largta të kësaj periudhe shkatruese. Në narrativën e tyre, Younger Dryas bëhet vija e madhe ndarse, një pikë zero, kur qytetërimet e mëparshme u fshin, duke lënë shoqëritë e mëvonshme të fillonin përsëri, pasi klima u stabilizua. Por nëse Younger Dryas u shkaktua nga një ngjarje kozmike e papritur, atëherë shkencëtarët pyesin: ku është prova? Gjatë dekadave të fundit, kërkuesit kanë treguar gjurmë fizike të pazakonta që gjenden në tokat dhe sedimentet në të gjithë botën. Këto gjurmë janë të vogla në madhësi, por ato sugjerojnë ngjarje me shkallë të jashtëzakonshme. Nanodiamantët janë kristale karboni të vogla në nanometra, shumë më të vogla se gjerësia e një floku njerëzor. Ato janë të rëndësishme, sepse ato shpesh formohen në nxehtësi dhe presion ekstrem, të tilla si gjatë impakteve të meteoreve ose shpërthimeve masive në atmosferë. Disa kërkues pretendojnë se kanë gjetur këto nanodiamante në shtresa sedimentesh që datojnë në fillim të Younger Dryas rreth 12.800 vjet më parë. Prania e tyre merret si një shenjë mundshme e përplasjes midis tokës dhe një komete ose meteori. Nëse është e vërtet, kjo do të thotë që një goditje kozmike la pas jo vetëm shkatërim, por gjithashtu një gjurmë mikroskopike e kyçur në tokë. Një tjetër copë prove që përmendet shpesh është iridium. Ky është element i rrallë në sipërfaqen e tokës, por është shumë më i komon në meteorite. Shkencëtarët që tezës së impaktit argumentojnë se kjo mund të jetë një gjurmë e lënë pas nga një objekt kozmik që shpërtheu në qiell ose goditi tokën. Kritikët, megjithatë, vënë në dukje se iridiumi mund të vijë gjithashtu nga aktiviteti vulkanik ose procese të tjera natyrore, dhe ata paralajmërojnë se gjetjet nuk janë të gjithmonë të qëndrueshme në të gjitha vendet. Një linje tretë prove vjen nga shtresat e tymit dhe hirit që ndonjëherë quhen black mats. Këto janë breza sedimentar të errët të gjetur në disa vende arkeologjike dhe gjeologjike që datojnë në fillim të Younger Dryas. Ato duket se regjistrojnë zjarr masiv që u përhap në peizazhe. Mbështetësit e teorisë së impaktit argumentojnë se një zjarr kaq i përhapur do të ishte në përputhje me një komet që shpërtheu në atmosferë, duke çliruar mjaft nxehtësi për të ndezur pyje dhe fusha barishte në kontinente. Nëse është e vërtet, kjo do të shpjegonte shfaqjen e papritur dhe të njëkohshme të shtresave të errta në toka mijëra kilometra larg njëra tjetrës. Megjithatë, ashtu si me nanodiamantet dhe iridium, shkencëtarë të tjerë argumentojnë se zjarret natyror të lidhur me ndryshimet klimatike mund të shpjegojnë gjithashtu këto gjetje. Të marra së bashku, këto tre lloje provash përdoren për të mbështetur idenë se një ngjarje impakti e papritur ndodhi në fillim të Younger Dryas. Dhe megjithatë, këto nuk janë të vetme të dhëna që tregojnë drejt një kataklizme. Ekzistojnë gjithashtu forma prove që nuk janë thjesht shkencore, dhe ndërsa ato ngrenë më shumë pyetje se sa përgjigje, ato gjithashtu kërkojnë vëmendje. Në kodrat e Turqisë juglindore, shtrihet një nga zbulimet më të jashtëzakonshme arkeologjike të epokës. Ky vend, i njohur si Göbekli Tepe, ka ndryshuar mënyrën se si dietarët mendojnë me fillimet e qytetërimit njerëzor. Zbuluar për herë të parë në vitet 60 dhe më vonë studiuar në detaje nga arkeologu gjerman Klaus Schmidt në vitet 90, Göbekli Tepe zbuloi rratha shtylla zhguri masive të rregulluara në unaza. Çdo shtyllë,
është zbukuruar me gdhendje kafshësh dhe simbolesh abstrakte. Datimi me radiokarbonin tregon se vendi është rreth 11.600 vjet i vjetër, që e bën atë shumë më të vjetër se Stonehenge në Britani ose piramidat në Egjipt. Për shumë, Göbekli Tepe është kompleksi më i vjetër i njohur në botë të tempujve. Gulët e Göbekli Tepe qëndrojnë deri në 5 metra lartësi dhe peshojnë disa tonë. Një nga më të famshmit është shtylla 14, shpesh e quajtur guri i shkabës. Në sipërfaqen e saj janë një shkab me kraha të shtrirë, një akrep, disa biqt dhe një disk i rumbullakët i mbajtur në kthethat e njërës nga kafshët. Por këto simbole kanë frymëzuar interpretime të ndryshme. Arkeologjia kryesore zakonisht i sheh si pjesë të imagjinatës rituale. Shkaba, për shembull, mund të përfaqësojë dekjen, pasi shkabat ishin të lidhura me varrime qiellore të njerëzve të hershëm. Akrepi mund të simbolizojë rrezik ose transformim. Së bashku, simbolet mund të kenë qenë pjesë e një historie të lidhur me vizione shamanike ose besime për jetën dhe dekjen. Megjithatë, në 2017, një interpretim shumë i ndryshëm u propozua nga Dr. Martin Sweetman dhe ekipi i tij në Universitetin e Edinburgut. Ata argumentuan se gdhendjet në gurin e shkabës nuk janë thjesht simbole rituale, por janë në të vërtetë të dhëna astronomike. Duke përdorur programe kompjuterike për të rikonstruktuar qiellin e lashtë, ata përputhen kafshët në gur me yllësi. Në këndvështrimin e tyre, akrepi korespondon me yllësin akrep, zogu mund të përfaqësojë shigjetar ose akuila, dhe simbolet të tjera përputhen me virgjeresh dhe bricjap. Disku rumbullakët i mbajtur nga zogu, ata sugjeruan se mund të përfaqësojë një komet ose një fragment të një komete. Kur ata testuan këtë përshtatje, ata gjetën se modeli i qiellit u përputh më mirë me vitin 10.950 para Krishtit, një datë që përkon me fillimin e Younger Dryas, një periudhë ftohje të papritur dhe katastrofike. Sipas Sweetman dhe kolegëve të tij, guri i shkabës mund të jetë regjistri më i vjetër i një impakti komete që është zbuluar ndonjëherë. Ata sugjerojnë se Göbekli Tepe shërbeu si një observator i hershëm, ku njerëzit ndiqnin me kujdes qiellin dhe gdhenden kujtesën e një fatkeqësie që formsoi botën e tyre. Kjo ide lidh drejt për drejt vendin me hipotezën e impaktit Younger Dryas, e cila propozon se një komet ose fragmente nga një tufë meteorësh goditën tokën rreth 12.800 vjet më parë, duke shkaktuar zjarr, përmbytje dhe një rënje dramatike të temperaturave. Jo të gjithë dietarët e pranojnë këtë interpretim. Arkeologët që punojnë në Göbekli Tepe paralajmërojnë se lidhja e gdhendjes së kafshëve drejt për drejt me yllësi mund të jetë shumë spekulative. Ata argumentojnë se nuk ka prova të qarta që njerëzit e asajere zotëronin njohuri të avancuara astronomike. Kritikët gjithashtu vënë në dukje se gdhendjet mund të kenë kuptime të shumta dhe se kërcimi nga arti simbolik në harta të sakta të yjeve nuk mbështetet mirë. Megjithatë, teoria ka tërhequr shumë vëmendje për shkak se sa ngushtë data përputhet me fillimin e ngjarjes Younger Dryas. Disa kërkues shkojnë edhe më tej. Për shembull, Graham Hancock e sheh gurin e shkabës si provë që të mbijetuarit e një qytetërimi të humbur mbartin njohuritë e tyre në botën e hershme neolitike. Sipas këtij këndvështrimi, Göbekli Tepe nuk ishte krijimi i gjutarëve të thjesht mbledhës, por u ndikuar ose madje u ndërtua nga njerëz që ruajtën aftësi të avancuara pas fundit të epokës së akullit. Kjo ide lidhet me një pyetje më të madhe. Si mund të kishin grupe gjutarësh mbledhës, të cilët nuk kishin zhvilluar ende bujqësi ose fshatra të përhershëm, të kishin krijuar një vend kaq monumental? Shkalla e Göbekli Tepe kërkon planifikim, organizim dhe koordinim pune që duket shumë përtej asaj që banda të vogla nomade mendonin se ishin të afta. Disa dietarë tani mendojnë se ndërtimi i vendit mund të ketë nxitur vetë zhvillimin e bujqësisë dhe jetës së vendosur, sepse nevoja për të ushqyer grupe të mëdha punonjësish inkurajoi eksperimentet e para me pimë të përshtatura. Por për ata që shohin vendin si provë një të kaluar e të harruar, përgjigja shtrihet në njohuritë e përcjella nga një kulture më parshme, më e avancuar. Mosha e Göbekli Tepe vetëm thellon misterin. Vendi është të paktën 6.000 vjet më i vjetër se piramidat egjiptiane. Për ta vënë këtë në perspektivë, më shumë kohë ndan Göbekli Tepe,
Nga piramidat se sa ndajnë piramidat nga ne sot. Ai shtrirje prej pothuajse 12.000 vjetësh sfidon kuptimin ton për kur dhe si filloi qytetërimi njerëzor. Nëse Göbekli Tepe ishte me të vërtet një kompleks tempulli, atëherë ai u ndërtua shumë përpara ngritjes së shkrimit, qyteteve ose madje bujqësisë së përhapur. Për disa, kjo kohë është provë që ne mund të kemi nënvlerësuar arritjet e popujve të epokës së akullit, ose që aftësitë e tyre ishin trashëgimi e qytetërimeve që erdhën para tyre. Aq sa është goditje se Göbekli Tepe, ajo nuk është vetëm. Në të gjithë botën, ka struktura të tjera të lashta që duken më të vjetra ose më të avancuara se sa pritej, por këtë herë në ndet. Ekziston një ide që bota që ne shohim sot është vetëm pjesë e historisë së kaluarës. Shumë bregdet që dikur mbajtin jetë, vendbanime dhe ndoshta madje qytete, janë tani të fshehura në ndet. Gjatë epokës së fundit të akullit, nivelet e detit ishin shumë më të ulta, sepse shumë nga uji i planetit ishte i kyçur në shtresa akullnajash. Kur akulli u shkri, detet u ngritën rreth 120 metra. Kjo ngritje përmbyti zona të gjëra toke që njerëzit dikur e quanin shtëpi. Nëse komunitetet e hershme njerëzore ndërtuan fshatra, faltore ose madje qendra më të mëdha përgjath atyre bregdeteve të lashta, shumë nga ato prova tani do të shtrihen në ujë. Pra ku mund t'i gjejmë me të vërtet këto të dhëna në ujore? Përgjigjja është mjaft e thjeshtë, në të gjithë botën. Një nga shembujt më të famshëm të një bote të mbytur është Doggerland. Kjo ishte një shtrirje e gjerë toke që dikur lidhte Brikaninë e Madhe me Evropën kontinentale. Midis 10.000 dhe 6.000 vjetësh më parë, ajo ishte shtëpi për lumenj, liqene, moçare dhe terren pjellor gjahu. Arkeologët besojnë se ajo mbështeti komunitete të lullzuara mezolitike gjuetarësh dhe mbledhësish. Provat e Doggerland kanë ardhur në dritë ngadalë. Peshkatarët në detin e Veriut kanë tërhequr kocka mamuthësh, luanësh dhe madje njerëzish, së bashku me vegla dhe armë gjuri. Këto gjetje tregojnë se toka dikur ishte plot me jetë. Sot, me ndihmën e studimeve sismike dhe simulimeve kompjuterike, shkencëtarët kanë qenë në gjendje të hartojnë lumenjt dhe luginat e lashta që kalonin nëpër të. Por Doggerland nuk zgjati. Ndërsa klima u ngroh, akullnajat u shkrin dhe detet u ngritën. Me kalimin e kohës, toka u tkurr në ishuj të ulët përpara se të zhdukej plotësisht në ujë. Rreth vitit 6200 para Krishtit, një rrëshqitje toksore nëndetësore masive në bregdetin e Norvegjisë, e njohur si rrëshqitja Storega, mund të ketë dërguar një tsunami që goditi atë që mbeti nga Doggerland. Disa kërkues sugjerojnë se kjo përmbytje shkathroi zonat e fundit të banueshme, duke detyruar të mbijetuarit të migronin në brenda. Meqense u zhduka me një papritje, disa e kanë quajtur Doggerland Atlantida e Evropës. Sa Doggerlandet të tjera mund të fshihen në ndetet e botës, duke mbajtur me to kapituj të harruar të historisë njerëzore? Larg Evropës, në bregdetin e Indisë, ligjet një tjetër vend që lidh mitet me arkeologjinë. Tekstet e lashta të traditës hinduiste përshkruajnë një qytet që quhet Dwarka, ndërtuar nga Zoti Krishna. Sipas historisë, ishte një qytet i pasur, i fortifikuar me mure, porta dhe një port të gjalluruar. Por pas largimit të Krishnas nga toka, deti gëlltiti qytetin duke lënë vetëm legjenda pas. Në shekullin e 20, arkeologët detar filluan të eksploronin ujërat pranë Duarkas moderne në Gujarat. Duke filluar në vitet 1960 dhe duke vazhduar përmes dekadave të mëvonshme, zhytësit zbuluan bloqe guri, spiranca dhe struktura që sugjeronin praninë e një porti të lashtë. Disa gjetje përfshinin mure të mëdha dhe themele rrethore. Këto zbulime dhanë jetë të re idesë që miti i Duarkas mund të bazohej në një vend real. Datimi i vendit ka qenë i vështirë. Disa artefakte sugjerojnë se mund të jetë më shumë se 9000 vjet i vjetër, që do ta bënte atë më të vjetër se qytetet më të hershme të njohura indiane. Studime të tjera tregojnë data më të reja, më afër 3000 ose 4000 vjetësh më parë, duke u përshtatur më mirë me modelet e njohura të zhvillimit të hershëm urban në rajon. Shumëllojshmëria e gjerë e moshave të mundshme është një arsye pse vendi mbetet kontrovers. Megjithatë, prova është goditëse. Prania e spirancave guri në veçanti sugjeron se Duarka ishte dikur një qytet porti i rëndësishëm. Strukturat e saj, nëse konfirmohen, mund të përputhen me përshkrimet në Mahabharata të një vendbanimi të fortifikuar të ndërtuar në tokë të rikuperuar nga deti.
Në vitet e fundit, eksplorime të ripërtërira nga studimi arkeologjik i Indis dhe Marinës Indiane kanë vazhduar të sjellin vëmendje në vend. Ka madje plane për t'i bërë rënoja të aksesueshme përmes turizmit nëndetës, duke treguar sa ma gjepsje mban ende kjo botë në ujore. Një vend tjetër i fshehtë shtrihet në ujërat jashtë ishullit Yonaguni, Japoni. Zbuluar në vitin 1995 nga një zhytës, monumenti Yonaguni shfaqet si një grup masiv strukturash guri që shtrihen nën val. Vendi ka platforma të gjera, këndesh të mprehta dhe atë që duken si shkallë dhe terrata të gdhendura në shkëmbë. Disa vëzhgues përshkruajnë rrugë, kryqëzime dhe madje veçori që i ngjajnë portave dhe shtyllave. Ata që argumentojnë se vendi është i bërë nga dora e njeriut, e shohin atë si mbetjet e një qyteti të lashtë, ndoshta ndërtuar 10.000 vjet më parë, kur nivelet e detit ishin më të ulta. Ata tregojnë vrimave shkëmb që mund të jenë bërë nga vegla, bashkime me kënd të drejtë midis bloqeve të guri dhe shënime që i ngjajnë simboleve. Profesor Masaaki Kimura, një sismolog detar, ka qenë një nga zërat kryesor që mbështesin këtë interpretim. Ai beson se monumenti tregon shenja të ndërtimi njerëzor, ndoshta nga populli Jomon, të cilët jetonim në Japoni gjatë asaj ere dhe zhvilluan poqeri të hershme. Dietar të tjerë janë më të kujdesshëm. Gjeologu Robert Schoch dhe të tjerë argumentojnë se formacionet janë natyrore, formuar nga tërmete dhe erozion. Ata tregojnë formacione të ngjashme natyrore shkëmbore në të gjithë botën, si Giant's Causeway në Irland. Sipas këtij këndvështrimi, shkallët, terracat dhe këndet e mprehta mund të jenë thjesht rezultati i frakturave tektonike dhe proceseve natyrore. Megjithatë, për shumë përputhjet janë thjesht shumë të mëdha për t'u injoruar. Mëtej në Indi ka një histori tjetër të tempujve të pretenduar nga deti. Qyteza bregdete e Mahabalipuram është e famshme për tempullin e bregut, por legjenda lokale flasin për 7 pagoda madhështore, bërtuar për gjatë bregdetit. Sipas rrëfimit, 6 prej këtyre faltoreve u gëlltitën nga oqeani, lënë vetëm një në këmbë. Për shekuj, historia u hodh poshtë si mit, por në 2002, pas një tsunami të fuqishëm që tërhoqi ujërat mbrapa, eksploruesi vonë re konturet e strukturave guri në det. Zhytje të mëvonshme nga studimi arkeologjik i Indis konfirmuan se mure të mëdha, shtylla të thyera dhe gdhëndje shtrihen nën val. Zhytësit raportuan madje duke parë statuja, duke përfshirë një figurë masive të Zotit Vishnu që shtrihet në qetësi. Disa dietari shohin këto gjetje si provë që legjenda e 7 pagodave kishte një themel real. Tempujt mund të jenë shkatërruar nga tsunamit e lashta ose ngritja e ngadaltë e nivelit të detit. Shkalla e rënojave të zhytura sugjeron se Mahabalipuram ishte dikur një qendër fetare edhe më e madhe se sa mendone më parë. Për të tjerë, mbetjet në ujore tregojnë drejt diçkaje më të madhe. Mundësinë që vendbanime të avancuara bregnetare, ndoshta që datojnë në periudha të mëparshme, u fshin gjatë tranzicioneve të turbulta pas epokës së akullit. Larg oqeanit, pranë Bahamave, shtrihet një nga veçoritë nënujore më të debatuara, rruga Bimini. Zbuluar në vitin 1968, është një linje gjatë bloqesh guri që shtrihet pothuajse 1 kilometër. Për disa zhytës, bloqet i ngjajnë një rrugë të shtruar ose muri deti, me forma drejtkëndshme që duken shumë të rregullta për të qenë natyrore. Mbështetësit e teorisë së bërë nga dora e njeriut argumentojnë se rruga Bimini është provë një kulture të lashtë detare, ndoshta e lidhur me qytetërime të shkatërruara në fund të epokës së akullit. Ata sugjeruan se mund të jetë madje një mbetja e një bote më të madhe, të harruar, një shenjë që ndërtues të avancuar, dikur jetonin në Karaibe mijëra vjet më herët se sa lejon historia e pranuar. Gjeologët, megjithatë, kundërshtojnë se gurët janë beach rock natyror, të krijuar kur sedimentet u fortifikuan dhe më vonë u fraktuan në modele gjeometrike. Sipas këtij shpjegimi, ngjashmëria me muratur është një përputhje e natyrës. Megjithse shpjegimet shkencore për secilën prej këtyre vendeve mund të tingëllojnë logjike, për disa njerëz kjo thjesht nuk mjafton. Ndihet çuditshëm që aq shumë struktura nënujore janë gjetur, të avancuara në projektim, të krahasueshme me atë që shohim në histori të njohur, megjithatë shumë më të vjetra. Dhe përveç kësaj, kush e di sa më shumë nga këto struktura të fshehura janë ende duke shtrirë atje në thellësi, pritur dekada për t'u zbuluar,
dhe edhe më shumë dekada përpara se të mund t'i deshifrojmë me të vërtetë. Por çfarë nëse gjithë kjo nuk është një përputhje? Çfarë nëse të gjitha këto struktura nënujore tregojnë drejt legjende tjetër, njërën e treguar për herë të parë nga filozofi grek, Platon? Rreth vitit 360 para Krishtit, Platon përshkroi Atlantidën në 2 nga dialogët e tij, Timaus dhe Kritias. Në këto tekste, Atlantida u portretizua si një perandori ishullore e vendosur përtej shtyllave të Herkulit, që është emri i lashtë për ngushticën e Gibraltarit. Sipas Platonit, atlantianët dikur ruanin territore të gjera dhe paraqitën një kërcënim madje për Athinën, përpara se qytetërimi i tyre të zhdukej në një ditë natë të tërmetesh dhe përmbytjesh. Llogaritja e Platonit nuk u kuadrua si mitologji në kuptimin tradicional grek. Përkundrazi, ajo u prezentua si kujtesë historike, e ruajtur nga priftërinë egjiptian dhe kaluar përmes brezash. Solon, shtetarit Atinas. Sepse Platoni ishte si filozof, ashtu edhe tregimtar, dietarët vazhdojnë të debatojnë nëse ai synonte që Atlantida të ishte një alegori për kryen e çësinë dhe rënien e perandorive, ose nëse ai po përcillte fragmente të një tradite më të vjetër. Ajo që është e sigurt, është se kjo histori e vetme lindi shekuj spekulimi për nëse Atlantida kishte qenë dikur një vend real në tokë. Kur ne vendosim historinë e Platonit kundër sfondit të epokës së fundit të akullit, dalin për masa të reja interpretimi. Gjatë kulmit të epokës së akullit, e cila mbaroi rreth 11.700 vjet më parë, nivelet e detit ishin më shumë se 100 metra më të ulta se sot. Shtrirje të gjëra toke që janë tani në det ishin atëherë të thata, duke formuar fusha bregdetare që mund të mbështesnin vendbanime njerëzore. Ndërsa shtresat e mëdha akullnajash u shkrirën në fund të periudhës Younger Dryas, vëllime të mëdha ujë hynë në oqeane. Bregdetet u ndryshuan në mënyrë dramatike dhe rajone të tëra që dikur kishin qenë të banueshme u zhytën. Kjo realitet gjeologjik ofron një kontekst për rrëfimin e Platonit. Nëse Atlantida u përshkrua si zhytëse në det rreth vitit 9600 para Krishtit, ajo datë përputhet ngushtë me fazat e fundit të epokës së akullit. Mbivendosja midis kohës së Platonit dhe kësaj periudhe ndryshimi dramatik klimatik ka inkurajuar disa që të lidhin historinë e Atlantidës me kujtesën e ngjarjeve reale, kur detet në ngritje fshin peizazhe të tëra bregdetare. Nga kjo perspektivë, Atlantida mund të mos përfaqësojë një qytet apo perandori të vetme, por një simbol të shumë vendbanimeve të humbura në ujëra në fund të epokës së akullit. Megjithatë, përpjekjet për të përcaktuar një vendndodhje fizike për Atlantidën kanë marrë shumë forma. Disa kërkues shikojnë drejt oqeanit Atlantik të hapur, duke argumentuar se vendosja e Platonit të ishullit përtej shtyllave të Herkulit tregon perëndim. Në këtë kontekst, Azorët, një grup ishuish vulkanik që i përkasin Portugalisë, ndonjëherë propozohen si mbetje të lartësive atlanteane. Sepse Azorët ngrihen pjerrët nga dyshemeja e oqeanit, disa kanë sugjeruar se ata mund të kenë qenë dikur pjesë e një mase toksore më të madhe, pjesërisht e zhytur nga ngritja e nivelit të detit pas epokës së akullit. Ideja e Azorëve si majat malore të Atlantidës u popularizua në fund të shekullit të 19 nga shkrimtar të cilli Ignatius Donnelly, libri të cilit Atlantis, The Antediluvian World, lidhte mitet me teorinë e një përmbytjeje globale. Megjithatë, provat gjeologjike tregojnë se Azorët kanë qenë ishuj për miliona vjet, duke hedhur dyshim në lidhjen e tyre me një kontinent të zhdukur të epokës së akullit. Propozime të tjera vendosin Atlantidën larg Atlantikut. Një propozim veçanërisht goditës është se qytetërimi i humbur dikur shtrihej nën Antarktidën. Kjo ide fitoi tërheqje, pjesërisht për shkak të hartave nga periudha e hershme moderne, të cilat disa pretenduan se përshkruanin bregdetin antarktik të lirë nga akullnaja. Avokatët argumentojnë se gjatë epokës së akullit, pjesë të Antarktidës mund të kenë qenë të lira nga akullnaja dhe banueshme, prisnin një shoqëri më vonë të varrosur nën shtresat e akullnajave të zgjeruar.
akullit në Antarktid, duke vërë në dukje se kontinenti ishte tashmë shumë i akulluar për miliona vjet, shumë përpara se njerëzit të mund të ishin vendosur atje. Një linje tretë spekulimi na çon në shkretëtirën e Saharas, konkretisht në një veçori gjeologjike të njohur si struktura Richat ose syri i Saharas. E vendosur në Mauritani, kjo formim rrethore masive mat pothuajse 40 kilometra në diametër dhe është qartësisht e dukshme nga hapësira. Unazat e saj koncentrike kanë çuar disa që ta krahasojnë atë me përshkrimin e Platonit të Atlantidës, i cili foli për unaza alternative toke dhe ujë rreth një ishulli qendror. Mbështetësit e këtij këndvështrimi argumentojnë se gjatë epokës së akullit, kur Saharai ishte më e gjelbër dhe më e lagësht se sot, struktura Richat mund të kishte qenë qendra e një shoqërie të lullzuar, më vonë të shkatruar nga shkretëzimi dhe klimat në ndryshim. Ndërsa ngjashmëria midis strukturës Richat dhe tekstit të Platonit është intriguese, gjeologët shpjegojnë formimin si rezultat natyror i erozionit, jo ndërtimi njerëzor. Asnjë provë arkeologjike nuk e ka lidhur ende atë me një kulturë parahistorike të avancuar. Ajo që bashkon këto teori të ndryshme, qofshin në Atlantik, Antarktid ose Sahara, është lidhja e tyre me fundin e epokës së akullit. Kjo ishte një kohë trazirash të mëdha, kur mjediset u transformuan shpejt dhe njerëzit përballen sfidën e përshtatjes me bregdete të reja, mot në ndryshim dhe përmbytjen e tokave dikur pjellore. Në këtë kontekst, Atlantida e Platonit mund të shihet si pjesë e një kujtese më të madhe njerëzore të botëve të humbura në ujë. Ajo që është interesante është se shumë qytetërime, në pjesë shumë të ndryshme të botës, tregojnë histori të një përmbytje të madhe. Këto histori nuk janë identike, por ato të gjitha ndajnë një temë të përbashkët, një përmbytje e fuqishme që shkatron shumicën e njerëzimit, duke lënë vetëm disa të mbijetuar që mbajnë jetë në epokën e ardhshme. Dietarët kanë vënë re prej kohësh se mitet të tilla shpesh duket se pasqyrojnë kujtesa ngjarjesh reale dhe disa sugjerojnë se ato mund të kujtojnë ndryshimet dramatike mjedisore që pasuan fundin e epokës së akullit. Një nga llogaritet më të njohura është historia biblike e Noes. Në librin e Zanafilës, njerëzimi është bërë i korruptuar dhe Perëndia vendos të pastrojë botën me një përmbytye. Noe zgjidhe të ndërtojë një ark të madhe, një anije druri e aftë për të mbijetuar ujërat në ngritje. Në bord, ai mbledh familjen e tij dhe çifte kafshësh, duke ruajtur botën e gjallë nga shkatrimi. Pas 40 ditësh e netësh shi, ujërat përfundimisht tërhiqen dhe arka erdhi për të pushuar në një mal. Noe dhe pasardhësit e tij më pas ripopullojnë tokën. Ndërsa kjo histori është kuadruar si një mësim moral në traditën fetare të hebrejve të lashtë, është gjithashtu një përshkrim i gjallë i mbijetesës kundër forcave natyrore mbytëse. Sheku i përpara se tekstet hebrejnë të ishin shkruar, populli mesopotamik gjithashtu tregonte për një përmbytje të madhe. Në eposin e Gilgameshit, një nga veprat më të vjetra njohura të letërsisë, ne gjejmë rrëfimin e utnapishtimit. Ai paralajmërohet nga perëndia Ea se një përmbytje hyjnore së shpejti do të shkathrojë njerëzimin. Si Noe, ai ndërton një varg të madhe, sjell familjen e tij dhe ruan kafshët dhe sadha. Kur ujërat përfundimisht qetësohen, anija e tij vjen për të pushuar në një mal. Në Azinë Jugore, tradita hinduiste ruan një version të ndryshëm të së njëjtës temë. Historia tregon për Manu, njeriu i parë, i cili paralajmërohet nga një peshk i vogël për një përmbytje të ardhshme. Peshku kërkon mbrojtjen e tij dhe në këmbim premton ta shpëtojë atë nga katastrofa. Manu rrit peshkun, i cili rritet i madh dhe më vonë zbulohet si një mishërim i perëndis Vishnu. Peshku hyjnor udhëzon Manu të ndërtojë një varg dhe kur përmbytja mbërrin, peshku tërheq varkën në siguri me bririn e tij. Nga Manu, jeta vazhdon në epokën e re. Larg në Amerikë, popujt vendas gjithashtu kujtojnë përmbytje të mëdha dhe katastrofa që përfundojnë botën. Në traditat e Majas, ka histori që njerëzimi ka kaluar nëpër disa krijime dhe shkatrime. Një nga këto shkatrime përfshinte një përmbytje masive, duke fshirë një racë të mëparshme njerëzish përpara se një botë e re të krijohej. Hopi, një popull amerikan vendas i jugperëndimit, gjithashtu tregojnë për botë të mëparshme që u shkatruan sepse njerëzit humbën harmoninë me rendin e jetës.
Sipas traditës së tyre, një nga këto botë përfundoi në një përmbytje, me vetëm një grup të vogël të mbijetuarish që shpëtuan për të filluar përsëri. Kur ne vendosim këto mite krah për krah, një model bëhet i qartë. Megjithse historitë ndryshojnë në detajet e tyre, në zemër të secilës prej tyre shtrihet njerëzimi që mbijetoi një katastrofë të madhe dhe u detyrua të fillojë përsëri nga e para. Nëse tani marrim parasysh provat arkeologjike, ne shohim se strukturat më të vjetra monumentale të njohura datojnë rreth 11.000 deri në 12.000 vjet më parë. Kjo periudhë përputhet saktësisht me fundin e epokës së fundit të akullit. Me fjalë të tjera, për shumë shkencëtar, kjo është një arsye mjaft e fortë për të besuar me të vërtetë që kjo periudhë shënoi një rivendosje të qytetërimit njerëzor. Ka, megjithatë, një teori përse kush ishin me të vërtetë këta të mbijetuar, kush mbante përgjegjësinë për të siguruar që njerëzimi do të vazhdonte pas katastrofës së madhe. Sipas shumë, figurat e kujtuara në mite si perëndi mund të mos kenë qenë qenie hyjnore në kuptimin binatyror, por më tepër të mbijetuar njerëzor të kulturave të avancuara që ekzistonin përpara fundit të akullit. Kur bota e tyre u shkatërua, këta të mbijetuar mund të kenë ruajtur fragmente njohurish dhe më pas t'i kenë ndarë ato me grupe të shpërndara të gjytarëve mbledhës që mbetën. Ideja është spekulative, por ajo ndihmon të shpjegojë një enigmë në historinë njerëzore. Ngritja e papritur të aftësive komplekse, si ndërtimi në shkallë të gjerë, astronomia dhe ligji i organizuar në shekujt që pasuan epokën e akullit. Të dhënat arkeologjike tregojnë se për 10.000 vjet, grupet njerëzore jetonin kryesisht si gjytar dhe mbledhës nomad. Veglat e tyre ishin të thjeshta, shtrehimet e tyre të përkohshme dhe strukturat e tyre sociale të vogla në shkallë. Pastaj në një kohë relativisht të shkurtër, ne shohim shfaqjen e arkitekturës monumentale, vëzhgimeve astronomike të akta dhe shteteve të para të organizuara. Kërcim duket aq i madh sa disa kërkues sugjerojnë se mund të mos ketë qenë një përparim plotësisht natyral. Përkundrazi, mund të pasqyrojë transfertën e njohurisë nga ata që kishin jetuar përpara përmbytjeve dhe kolapsit të akullit. Në tradita të ndryshme, ne gjejmë mite perëndish që mbërrin nga deti ose nga toka të largta pas një fatkeqësie të madhe. Në kulturën mesoamerikane, Majas dhe popujt të tjerë treguan histori perëndish të lidhura me ujin, përmbytjet dhe rilindjen. Perënditë e tyre shpesh mbanin vegla njohurish, duke mësuar njerëzit si të kultivonin të mbjella, të matën kohën dhe të vëzhgonin qiejt. Në mënyrë të ngjashme, në Egjipt të lashtë, ka tradita perëndish që erdhën nga përtej ujrave. Figura të tilla si Osiris nuk ishin vetëm të lidhura me botën e poshtme, por u përshkruan gjithashtu si sjellës të rendit, bujqësisë dhe qytetërimit. Në të dy rastet, njohuria shfaqet si një dhuratë e sjellë nga të huajt, që potencialisht mbërriten në pasojat e shkatrimit. Për ata që mbështesin teorinë e të mbijetuarve të epokës së akullit, paralelit të tilla janë më shumë se përputhje. Ata i shohin ato si kujtesa njerëzish real, grupesh që duruan ndryshimet klimatike dhe më vonë u shfaqën shoqërive më pak të avancuara, si qenie me fuqi të jashtëzakonshme. Për një komunitet gjytarësh që jetonin në kampe të vogla, dikush që mund të shpjegonte se si të mat yjet ose të ujit të mbjellave, me të vërtet do të dukej si perëndi. Këto takime mund të jenë ruajtur në mit, ku mësues njerëzor u transformuan ngadalë në figura hyjnore gjatë shekujve të rrëfimit të përsëritur. Kjo ide gjithashtu kryqëzohet me një nga misteret më të qëndrueshme të historisë njerëzore, origjina e Sumerëve. Rreth 4.000 deri në 3.000 para Krishtit, në tokat pjellore të Mesopotamisë, qytetërimi i parë urban doli me shpejtësi të jashtëzakonshme. Sumerët zhvilluan shkrimin, matematikën, astronominë dhe ligje komplekse më herët se çdo kulturë tjetër e njohur. Shtetet e tyre qytetare kishin tempuj monumental, sisteme administrative të ndërlikuara dhe rrjetet tregtare të organizuara. Ajo që habit shumë dietar është se si të gjitha këto element shfaqen pothuajse njëkohësisht me pak prova të një periudhe të gjatë zhvillimi gradual. Mitet sumeriane vet flasin për epoka të mëparshme, në të cilat bota kishte qenë e shkatruar dhe i ripar. Ata përshkruajnë përmbytje të mëdha, betejë kozmike dhe kohë kur njerëzit jetonin nën udhëzimin e drejtpërdrejtë të qenieve të fuqishme. Këto qenie, që kujtua si perëndi, thuhej shpesh se kishin dhënë njerëzimit mjetet e qytetërimit, gjuhën, bujqësinë, ndërtimin dhe ligjin.
Sumerët nuk e prezantuan veten si shpimpta të kulturës, por si marrës të saj, trashëguan njohuri nga ata që erdhën përpara. Kjo ka çuar disa kërkues të sugjerojnë se sumerët mund të kenë ruajtur kujtesën e popujve të mëparshëm, tani të humbur. Në këtë interpretim, peruditë e Mesopotamisë nuk ishin qenie nga bota tjetër, por ehon të mbjetuarve njerëzon që transmetuan aftësi të avancuara pas krizas mjedisore të epokës së vonë të akullit. Me kalimin e kohës, ndërsa kujtesa e atyre të mbjetuarve u bë më e largët, ata kujtuan në mit si figura hynore që zbritën për të udhëzuar njerëzimin. Paprituria e arritjes sumere i ka mabzuar me kohë historianët. Shkrimi kuneiform, një nga kontributet e tyre më të mëdha, shfaqet plotësisht i formuar, vendas që të evolojnë ngadalë nga simbolet të mëparshme. Kuptimi i tyre i matematikës përfshinte vlerën e vendit dhe gjeometrin, që ata e përdorën për të llogaritur tokën, ndërtuar kanale dhe gjruar lëvizjet qiellore. Në astronomi, ata regjistruan marta të detajuara yjesh dhe zhvilluan kalendar të lidhur me ciklet si hënore, ashtu edhe diellore. Ata gjithashtu vendosën se disa nga kodet e para ligjore, duke vendosur rregulla për tregtinë, pronën dhe sjelljen sociale, e cili nga këtyre përparimeve është i jashtëzakonshëm në vetvete, por së bashku ata përfaqësojnë një transformim të thellë në shoqërinë njerëzore. Nga një këndvështrim akademik konvencional, këto arritje mund të shpjegohen si produkti i gjeografisë së favorshme dhe kreativitetit njerëzor. Tokat e pasura të Mesopotamisë, të ushqyera nga lumenjt Tigri dhe Eufrati, lejuan për ushqim tepric, i cili mbështeti rritjen e popullsisë dhe urbanizimin. Teprimi liroi disa individ nga bujqësia, duke u lejuar atyre të specializoheshin si shkrues, ndërtues ose priftrinj. Risit u ndërtuan mbi risi, derisa doli sisteme komplekse. Megjithatë, për ata që mbështesin teorinë e të mbjetuarve të epokës së akullit, grumbullimi i papritur i këtyre aftësive mbetet goditës. Ata pretendojnë se i ngjan më pak një evolucioni të ngadalt dhe më shumë një trashëgimie të papritur të njohurive të harruara. Në Mesoamerikë, perëndisi Quetzalcoatl u kujtuan si qytetërues që sollën bujqësinë, ligjin dhe rendin, pas botëve të mëparshme që u shkatëruan. Në Egjipt, perëndisi Thoth u kredituan me dhënien e shkrimit dhe matematikës njerëzimit. Në Mesopotami, perëndia Enki thuhej se kishte dhënë urtësi dhe udhëzuar njerëzit përmes përmbytjeve dhe fatkeqësive. Në mënyrë të ngjashme me sumerët, Majas e lashtë gjithashtu besonin se historia nuk ishte një vijë e drejtë, por një seri epokash të përsëritura. Kalendari i tyre ishte një nga më të avancuarit e botës së lashtë. Sipas traditës Majas, kishte 4 botë përpara tonit, secila e shkatëruar në radhë. Këto botë përfunduan në zjarr, përmbytje ose fatkeqësi të tjera, duke fshirë njerëzit që jetonin në to. Epoka e tanishme, në besimin Majas, është bota e pestë. Ajo filloi pas shkatërimit të fundit të madh dhe është koha në të cilën ne jetojmë tani. Kjo ide e botëve të përsëritura tregon se sa thellë Majas lidhnin fatin njerëzor me cikle krijimi dhe katastrofash. Struktura e vet kalendarit Majas forcoi këtë mënyrë të menduarit. Cikli 260 ditor, Tzolkin, u bashkua me vitin 365 ditor Hab, për të krijuar rrotullimin e kalendarit, një cikël prej 52 vjetësh. Përtej kësaj, kalendari i numërimit të gjatë i lejoi Majas të gjurmonte shtreja të gjera kohe, duke ushtruar mijëra vjet në të kaluarën dhe të ardhmen. Në mitet e tyre, këto cikle nuk ishin vetëm për matjen e kohës, por për përgatitjen për mundësinë që vetë historia të mund të përsëritej. Për ta, shkatërimi i një epoke dhe lindja e një tjetre ishin pjesë e rendit natyror. Në shekullin e 20, një zë shumë i ndryshëm ringjalli këtë temë katastrofash të përsëritura. Edgar Cayce, shpesh i quajtur profeti i fjetur, u bë i famshëm për parashikimet që ai dha ndërsa ishte në gjendje transash. Një nga idetë e tij më goditëse ishte se kataklizma ndodhin në cikle,
duke u përsëritur nëpër epoka. Casey besonte se toka kalon nëpër ndryshime të papritura dhe dhëdhunshme, që rimodelojnë kontinentet, zhytin ishuj dhe bëjnë toka të reja në sipërfaqe. Ai madje parashikoi se toka e humbur e Atlantidës, të cilën ai pretendonte se kishte zënë poshtë mijëra vjet më parë, do të ngrihej përsëri në shekullin e 20. Casey përshkroi këto ngjarje si pjesë e një ritmi më të madh kozmik. Ai foli për ndryshime në polet e tokës, tërmete të dhunshme dhe për mbytje masive që do të fshinë bregdete të tëra. Ndërsa kornizat e tij kohore nuk erdhën ashtu si ai përshkroi, vizioni i tij i shkatrimit ciklik la një shenjë të qëndrueshme në interpretimet moderne të historisë së lashtë. Për shumë që ndoqën punën e tij, idejtë e Casey jehonin mitet e qytetërimeve si Majas, të cilët pan historinë njerëzore si të formuar nga mbarime dhe fillime të reja të përsëritura. Në dekada më të fundit, kërkues jashtë rrymës kryesore kanë marrë tema të ngjashme. Randall Carlson, një eksplorator gjeologjik, është një nga më të dukshmet. Carlson argumenton se toka godet periodikisht nga mbetjet kozmike, veçanërisht nga rrjedha e meteorëve Taurid. Sipas punës së tij, çdo disa mijë vjet planeti kalon nëpër rajone të dendura të këtij tufi kometar, duke rritur shansin e impakteve shkatruese. Ai lidh këto takime me përmbytje masive, ngjarje ftohje të papritura dhe shkatrim të përhapur, të regjistruar si në gjeologji, ashtu edhe në mit. Këndvështrimet e Carlson lidhen drejt për drejt me periudhën Younger Dryas. Ai beson se kjo nuk ishte një ndryshim gradual klimatik, por rezultati i impakteve ose shpërthimeve nga hapësira. Shtresa sedimentare Black Met, plot me nanodiamante dhe grimca magnetike, është për të prove këtyre ngjarjeve të papritura. Ai e shesh Younger Dryas si më të fundit në një seri kataklizmash të përsëritura, secila duke lënë pas gjurmë fizike në peizazh dhe kujtesa kulturore në mit. Graham Hancock gjithashtu flet për kultura të avancuara që mund të kenë ekzistuar përpara Younger Dryas, vetëm për të shkatruar nga kataklizma që përfundoi epokën e akullit. Në këndvështrimin e tij, të mbijetuarit e asaj fatkeqësie mbartin fragmente të njohurive të tyre në shoqëritë e mëvonshme, mbjellin farat për shfaqjen e papritur të bujqësisë, astronomisë dhe arkitekturës monumentale. Por çfarë thot shkenca për këtë? A jetojmë me të vërtetë në një botë të përcaktuar nga cikle të pafundme katastrofash? Figura më e rëndësishme në shkencë që shpjegoi modelin e epokave të akullnajave të tokës ishte Milutin Milanković, një matematikan dhe astronom serb që punonte në fillim të shekullit të 20. Idetë e tij quhen tani ciklet Milanković. Ai tregoi se ndryshime të vogla, të parashikueshme në orbitën dhe animin e tokës, kontrollojnë kohën e epokave të akullnajave dhe periudhave të ngrohta. Këto ndryshime ndodhin ngadalë, gjatë 10 mijëra vjetësh, por ato janë mjaft të fuqishme për të rimodeluar klimën e planetit. Milanković u fokusua në 3 cikle kryesore. E para është eksentriciteti, i cili mat sa rrethore ose ovale është orbita e tokës. Gjatë një cikli prej rreth 100.000 vjetësh, orbita kalon nga pothuajse e rrëmbullakët në pak më të shtrirë. Kjo indikon sa energji diellore arrin tokën në kohë të ndryshme të vitit. Cikli i dytë është obliquity, animi i boshtit të tokës. Sot animi është rreth 23.4 gradëve, por ai kalon midis 22.1 dhe 24.5 gradëve në një cikël prej rreth 41.000 vjetësh. Një anim më i madh bën verat më të nxehta dhe dimrat më të ftohtë, veçanërisht në gjerësi më të larta. Cikli i tretë është precesion, shpesh i quajtur lëkundja e boshtit të tokës. Është si lëvizja e ngadaltë e një topi të rrotulluar, dhe ai ndryshon drejtimin e animit të tokës gjatë një cikli prej afërsisht 26.000 vjetësh. Precesion ndryshon kur në vit toka është më afër diellit, që ndryshon forcën e stinëve. Së bashku, këto 3 cikle kontrollojnë se si shpërndahet drita e diellit në tokë.
Ajo që ka më shumë rëndësi është drita e diellit e verës në hemisferën veriore, sepse këtu është ku shtresat e mëdha akullnajash rriten dhe shkrihen. Kur verët janë të ftohta, akull mbetet dhe akullnajat zgjerohen. Kur verët janë të ngrohta, akull shkrihet dhe shtresat e akullnajave tërhiqen. Gjatë qindra mijëra vjetësh, kjo balans ka krijuar ritmet e epokave të akullnajave dhe interglacialet që shkencëtarët mund të shohin në bërthama akullnajash, sedimente oqeanike dhe të dhëna fosilesh. Provat për këto cikle janë tani të forta. Në vitet 1970, bërthamat të detin e thellë zbuluan modele të përsëritura të izotopeve të oksigjenit që përputheshin me kohën e parashikuar nga teoria e Milankovitch. Që atëherë, studimet të bërthamave të akullnajave antarktike dhe sedimenteve oqeanike kanë konfirmuar se klima e tokës ndjek këto ritme orbitale. Gjatë 1 milion vjetëve të fundit, epokat e akullnajave kanë tenduar të zgjasin rreth 100.000 vjet, të ndërprera nga periudha më të shkurtra të ngrohta, si ajo në të cilën jetojmë sot. Ky model përputhet me ciklin e eksentricitetit, por gjithashtu ndikohet nga animi dhe precesioni i boshtit të tokës. Shkencëtarët gjithashtu kanë përdorur këto të dhëna për të parashikuar të ardhmen. Bazuar vetëm në cikle natyrore, toka duhet të mbetet në interglacialen aktuale për mijëra vjet. Disa studime sugjerojnë se epoka e ardhshme e akullnajave normalisht do të fillonte në rreth 10.000 vjet. Megjithatë, aktiviteti njerëzor tashmë ka ndryshuar këtë perspektivë. Lëshimi i gazrave serë ka ngritur temperaturat globale dhe mund të vonojë kthimin natyror të shtresave të akullnajave larg në të ardhmen. Me fjalë të tjera, ndërsa ciklet orbitale ende operojnë, sistemi klimatik tani po rimodelohet nga forca jashtë atyre ritmeve natyrore. Precesioni, cikli 26.000 vjeçari i lëkundjes së tokës, luan një rol kyç në këtë histori. Sot, toka arrim perihelion, pikën e saj më të afërt me diellin, në fillim të janarit, gjatë verës së hemisferës jugore. Kjo i bën verët jugore pak më të ngrohta dhe dimrat jugore pak më të ftohta. Në rreth 13.000 vjet, kjo situatë do të kthehet. Toka do të jetë më afër diellit gjatë verës së hemisferës veriore, duke bërë verët veriore më të nxehta dhe dimrat më të butë. Gjatë shtrirjeve të gjata kohe, ky cikël ndryshon sa akull mbijetoj çdo verë dhe ndihmon të drejtoj avancimin dhe tërheqjen e akullnajave. Koncepti i detyrimit orbital, i vendosur për herë të parë nga Milankovitch dhe më vonë konfirmuar nga dekada të dhënësh, tregon se epokat e akullnajave të tokës nuk janë fatkeqësi të rastësishme. Ato janë pjesë e një sistemi natyror, të parashikueshëm në konturat e gjera dhe të gjeverisura nga gjeometria e orbitës së tokës. Ndërsa mitet dhe teoritë alternative flasin për kataklizma të papritura, shpjegimi shkencor thekson ndryshime të ngadalta të përsëritura, drejtuara nga dielli, toka dhe graviteti. Duke studiuar këto të dhëna, shkencëtarët kanë ndërtuar një kohështresë të ndryshimeve klimatike të kaluara që shtrihen miliona vjet pas. Ata kanë treguar se çdo akullzimi 900.000 vjetëve të fundit ndjek të njëjtin model të gjerë. Shtresat e akullnajave zgjerohen kur drita e diellit në veri është e dobët dhe ato tërhiqen kur drita e diellit është e fortë. Ky këndvështrim nuk përjashton se ngjarje të papritura, si shpërthime vulkanike apo impakte asteroidësh, mund të ndikojnë klimën, por themeli i cikleve të akullnajave mbështetet në mekanik orbitale. Sot, kërkues vazhdojnë të rafinojnë këto modele. Ata përdorin simulime të avancuara kompjuterike për të testuar se si ekscentriciteti, animi dhe precesioni ndërveprojnë me pjesë të tjera të sistemit klimatik, të tilla si rrymat oqeanike dhe gazrat serë. Këto studime sugjerojnë se ciklet orbitale vendosin në ritmin e epokave të akullnajave, ndërsa reagime si nivelet e dioksidit të karbonit amplifikojnë ndryshimet. Kjo kombinim shpjegon pse cikli 100.000 vjeçar ka qenë aq dominant në historinë e fundit gjeologjike. Përfundimi i shkencës moderne është i qartë. Historia e tokës e epokave të akullnajave nuk është kaos i pafundëm, por ndjek një rend të përsëritur të vendosur nga mekanika qiellore. Ne jetojmë në një periudhë interglaciale, të quajtur Holocene, e cila filloi rreth 11.700 vjet më parë. Pa ndikimin njerëzor, cikli i ardhshëm akullnajor ka të ngjarë të fillojë në afërsisht 10.000 vjet. Por nëse epokat e akullnajave ishin ndryshime graduale, atëherë si është e mundur që një qytetërim i tërë u fshi, së bashku me gjithçka që ata kishin ndërtuar,
duke në lënë vetëm me të dhënat e asaj që ndodhi pas epokës së akullit. Për qindra mijëra vjet, toka ishte shtëpi për gjitarë të mëdhenj që endnin nëpër kontinente. Në Amerikën e Veriut kishte mamut, mastodon, tembullira të mëdhenj toksor dhe mace me dhëm shapat. Në Evropë dhe Azi, kope mamutësh të qimosur dhe rinocerontësh të qimosur kullosnin stepet e ftohta. Australia ishte shtëpi për marsupial masiv të tillë si Diprotodon. Këto kafsh ishin të përshtatura mirë me mjediset e ftohta të thata të epokës së akullit. Megjithatë, brenda një periudhe relativisht të shkurtër kohe, afërsisht midis 15.000 dhe 10.000 vjetësh më parë, shumica prej tyre zhdukën. Shpejtësia e kësaj zhdukje ka hutuar shkencëtarët. Të dhënat fosile tregojnë se speciet që kishin lulëzuar për mijë vjetra ishin të zhdukura në atë që duket, të paktën në terma gjeologjik, të jetë një çast. Por sa i çastëm ishte kjo zhdukje? Kjo pyetje na çonte një nga pjesët më goditëse dhe të debatuara të provave nga epoka e akullit, mamutët i ngrirë të Siberisë. Në permafrostin e Siberisë veriore, eksploruesi kanë zbuluar kufoma mamutësh të ruajtura në detaje të jashtëzakonshme. Disa nga këto kafsh ishin mbajtur aq mirë nga akulli, saqë gjaku i tyre, mishi dhe madje organet e brendshme ishin të paprekura. Disa u gjetën me ushqim të papërtypshëm ende në gojet ose stomakët. Kjo është marrë si provë që kafshët vdiqën dhe u ngrin aq papritur, sa ushqimi që po përtypnin mbeti i ruajtur. Nga këto gjetje erdhi ideja e një ngrirje të çastëm. Sipas këtij interpretimi, një ndryshim i papritur dhe katastrofik goditi rajonin, duke ulur temperaturat aq shpejt që kafshët duke kullosur në fusha u ngrin plotësisht ku qëndronin. Mbështetësit e kësaj teorie ndonjëherë sugjerojnë se një anësimi dramatik i boshtit të tokës apo një goditje klimatike e papritur e shkaktuar nga një ngjarje e jashtme mund të kenë shkaktuar ngrirje të tillë të shpejtë. Megjithatë, shkenca kryesore është e kujdesshme për këtë përfundim. Mamutët e ngrirë me të vërtetë janë të jashtëzakonshëm, por ruajtja e tyre mund të mos kërkojë ekspjegime aq ekstreme. Mjediset permafrost mund të ruajnë ndonjëherë kufoma nëse një kafshë vdes në një rrëshqitje të tokës, përmbytje apo carth tjetër natyror dhe më pas mbyllet në akull. Përpara se dekompozimi të fillojë, prania e ushqimit në stomak ose gojë mund të tregojë thjesht se vdekja erdhi shpejt, por jo domosdoshmërisht në një çast të vetëm global. Zhdukja megafaunës gjithashtu ngre pyetje për mbijetesën njerëzore. Provat arkeologjike tregojnë se njerëzit e hershëm bashkjetonin me këto kafshë të mëdha për mijëra vjet. Ata i gjuanin ato, përdorën kockat e tyre për vegla dhe strehime dhe i pikturuan ato në muret e shpellame. Nëse aq shumë specie kafshësh zhduken në një kohë kaq të shkurtër, mund të kenë përballuar komunitetet njerëzore një fat të ngjashëm? Disa kërkues sugjerojnë se grupe njerëzish të hershëm mund të jenë humbur gjithashtu gjatë këtyre shekujve të turbullt, duke lënë pak gjurmë prapa. Shpjegimet për zhdukjen e megafaunës mbeten të debatuara. Disa shkencëtarë theksojnë rolin e ndryshimit klimatik, duke vënë në dukje se tranzicioni nga epoka e akullit solli ndryshime të shpejta në bimësi, nivele ujë dhe gam habitatesh. Të tjerë theksojnë ndikimin e gjuetisë njerëzore, duke argumentuar se edhe popullsi relativisht të vogla njerëzish të armatosura me vegla efektive mund të kishin bigjuar specie të cënueshme. Të tjerë ende konsiderojnë ngjarje katastrofike, të tilla si hipoteza Younger Dryas, në të cilën një komet ose asteroid mund të kenë shkaktuar zjarr masiv dhe ftohje të papritur. Pra, nëse tufa të mëdha kafshësh mund të zhduken pothuajse gjatë natës, a është e mundur që kulturat e hershme njerëzore të mund të kenë pësuar një kolaps të ngjashëm? Një nga temat qendrore në punën e Graham Hancock është ideja që qytetrimet e lashta koduan njohuri astronomike në arkitekturën e tyre. Këto përshtatje ishin një mënyrë e ruajtjes së njohurive për qiejt. Për Hancock, monumentet të tilla mund të përfaqësojnë jo vetëm tradita lokale, por gjithashtu një trashëgimi të trashëguar nga një qytetrim shumë më i vjetër, i humbur. E lidhur me këtë ide është teoria e precesionit të ekuinokseve. Kjo është lëkundja e ngadalt, afërsisht 26.000 vjeçare e boshtit të tokës, që shkakton pozicionet e yjeve të ndryshojnë gradualisht gjatë periudhave të gjata kohe. Hancock sugjeron se njohuria e këtij fenomeni mund të ketë qenë e kuptuar nga ndërtues të lashtë dhe e koduar në veprat e tyre. Monumentet veprojnë si mesazhe nëpër kohë,
duke i kujtuar brezat e ardhshëm për cikle kozmike që zgjerohen shumë përtej shkallës së jetës njerëzore. Studime arkeologjike dhe arkeoastronomike kanë treguar se shumë vende të lashta me të vërtet shfaqin përshtatje me qiellin. Ndërsa interpretimet ndryshojnë, shfaqja e përsëritur e orientimeve diellore, hënore dhe yjeshtare në kultura tregon se vëzhdimi i qiejve ishte një shqetësim i përbashkët midis shoqërive të hershme. Në shumë raste, përshtatjet duket se shënojnë momente të rëndësishme kalendarik, të tilla si solsticet apo ekuinokset, ose të pasqyrojnë yllësti të rëndësishme si Orion apo Plejadet. Këto yllësti mbajtën rëndësi të veçantë në shumë kultura. Orion, me ripin e tij të ndritshëm të 3 yjesh, shpesh u asociua me perëndi, heronj apo rend kozmik. Lëvizja e tij, parashikueshmëria në qiell, e bëri atë një shënues të besueshëm të ndryshimit stinor. Plejadit, një grumbull i vogël por i dallueshëm yjesh, ishin po aq të rëndësishëm. Ngritja dhe vendosja e tyre u përdorën nga shoqëritë e lashta si tregues për mbjelljet dhe të korrat, duke lidhur ciklet qiellore drejt për drejt me jetën bujqësore. Përsëritja e këtyre dy modeleve yjeshtare në përshtatjet e monumenteve sugjeron se ndërtues të lashtë vëzhguan me kujdes qiejt dhe përdorën yjet për udhëzim praktik në organizimin e kohës dhe ritualit. Një nga shembujt më të njohur është Stonehenge në Angli. Ky rreth shtyllash masive guri prej kohësh është lidhur me astronominë. Arkeologët kanë vënë në dukje se monumenti është i përshtatur me diellin në ngritje në solsticën e verës dhe diellin në perëndim në solsticën e dimrit. Në ato ditë, drita e diellit kalon drejt për drejt në gur specifik, duke krijuar një shënues vizual të saktë të stinëve në ndryshim. Një shembull i lidhur mund të gjendet në Newgrange në Irlandë, një varr kalimi neolitik më shumë se 5000 vjet i vjetër. Çdo vit, gjatë solsticës së dimrit, një bosh të dritë e dielli hyn përmes një hapjeje të ndërtuar posaçërisht dhe ndriçon dhomën e brendshme. Për disa minuta, varri ndriçohet nga dielli në ngritje, ngjarje që ndodh vetëm në ditët më të shkurtra të vitit. Kjo demonstron një nivel të jashtëzakonshëm planifikimi dhe sugjeron se ndërtues i përshtatën qëllimisht monumentin e tyre me kalendarin diellor, duke shënuar si vdekjen, ashtu edhe ripërtëritjen, përmes lëvizjes së diellit. Ndoshta rasti më i famshëm i përshtatjes qiellore gjendet në piramidat e Gizës në Egjipt. 3 piramidat më të mëdha janë rregulluar në një model që shumë kërkues kanë vënë në dukje i ngjan yjeve të ripit e Orionit. Përveç kësaj, i gjithë kompleksi piramidal është orientuar me saktësi të jashtëzakonshme në drejtimet kardinale: veri, jug, lindje dhe perëndim. Kjo kombinimi përshtatjes yjeshtare dhe toksore ka nxitur debate të gjata për qëllimin dhe kuptimin e projektimit. Disa e interpretojnë atë si provë njohurish astronomike të avancuara, ndërsa të tjerë e shohin si lidhje simbolike midis mbretërisë, perëndive dhe yjeve të përjetshëm. Në Amerikë, qyteti Teotihuacan në Meksik ofron një shembull tjetër goditës. Rruga qendrore e të vdekurve, së bashku me piramidën e diellit, është e përshtatur me diellin në perëndim gjatë ekuinoktit. Dietarët gjithashtu kanë sugjeruar se paraqitja e përgjithshme e qytetit pasqyron pozicionet e yllësive të caktuara, duke ngulthyer kozmosin në projektimin urban. Majat mbajtën këtë traditë edhe më tej. Në Chichen Itza, piramida e njohur si El Castilla demonstron një efekt dramatik në ditët e ekuinoktit. Ndërsa dielli perëndon, hijet bien përgjatë shkallëve, krijuar iluzionin një gjarpri që zbret nga maja e piramidës. Gjarpri, i lidhur me perëndin Kukulkan, mishëron si lëvizje qiellore, ashtu edhe simbolizëm fetar. Tempuj të tjerë maja ishin të përshtatur me planetin Venus ose me ngjarje diellore dhe hënore. Madje në Amerikën e Nordit, midis popullit Hopi të Arizonës, e honat e kësaj tradite shfaqen. Studime kanë sugjeruar se rregullimi i fshatrave Hopi në peizazh pasqyron yllësinë Orion. Kjo përshtatje, vesa më pak monumentale se piramidat ose rrethet guri, tregon se komunitetet të tëra mund të strukturoheshin sipas modeleve qiellore. Sipas konsensusit zyrtar, qytetërimi filloi rreth 6000 vjet më parë me Sumer, Egjipt dhe luginën e Indusit. Përpara kësaj, njerëzit jetonin kryesisht si gjurtar dhe mbledhës.
Ky këndvështrim bazohet në prova të qarta, të tilla si të dhënat më të hershme të shkruara, rënoja e qytetesh dhe artefakte të datuar nga ajo periudhë. Historianët theksojnë se pretendimet të jashtëzakonshme kërkojnë prova të jashtëzakonshme. Me fjalë të tjera, përveç nëse gjendet provë shumë e fortë, koha e mësuar në shkolla mbetet ajo e pranuar. Në kontrast, disa kërkues prezantojnë hipoteza të kontestuara. Ata argumentojnë se historia nuk filloi me të vërtetë vetëm 6000 vjet më parë, sepse shumë struktura të lashta duken të jenë më të vjetra se sa lejon ai kohë. Për ta, këto monumente dhe artefakte sugjerojnë se njohuritë e avancuara mund të kenë ekzistuar shumë përpara qytetërimeve të para të njohura. Ndërsa këto ide nxisin kuriozitet, shumica e ekspertëve argumentojnë se provat deri tani nuk janë mjaft solide. Kjo është arsyeja pse pretendime të tilla mbeten në kategorinë e spekulimit, jo historisë së vendosur, të paktën për tani. Pra, a duhet të kemi frikë se i njëjti fat që mund të ketë goditur qytetërimet e mëparshme gjatë epokës së fundit të akullit, mund të ndodhë edhe me ne? A mund të zhduken arritjet tona një ditë në ndryshim të papritur klimatik, duke lënë vetëm fragmente për brezat e ardhshëm për të zbuluar? Shkenca moderne ofron një perspektivë të kujdesshme për këtë pyetje. Kërkues që studiojnë klimën e tokës paralajmërojnë se planeti ynë nuk është aq i qëndrueshëm sa duket shpesh. Një nga sistemet më të rëndësishme është qarkullimi Atlantik Meridional përmbysës, më mirë i njohur si Gulf Stream. Kjo rrymë e gjerë bart ujë të ngrohtë nga tropiqet veriore, duke mbajtur shumicën e Europës të butë dhe duke formësuar modele moti në të gjithë botën. Nëse ky qarkullim do të ngadalësohet ose të kolapsojë, mund të shkaktojë ndryshime të papritura në klimë. Disa modele madje sugjerojnë se një ndërprerje e tillë mund të sjellë kushte të ngjashme me një mini epokë të akullit të re në pjesë të hemisferës veriore. Paradoksalisht, ngrohja globale mund të luajë një rol në një ngjarje ftohje të tillë. Ndërsa shtresa e akullnajrave shkrihen dhe më shumë ujë ëmbël rrjedh në Atlantik, ekuilibri delikat i kripës dhe temperaturës që drejton Gulf Stream mund të dobësohet. Temperaturat më të ngrohta të ajrit mund të kontribojnë pranë indirekt në klimata rajonale më të ftohta. Shkencëtarët theksojnë se ndërsa një epokë e akullit në shkallë të plotë është e pamundur në të ardhmen e afërt, ndryshime të papritura dhe ekstreme në klimë janë të mundshme dhe efektet e tyre në shoqërinë njerëzore mund të jenë të thella. Mundësia e trazirës së ardhshme ka çuar disa të pyesin nëse vetë historia mund të përsërisë një cikël më të madh. Disa kërkues jashtë rrymës kryesore propozojnë se epoka e fundit e akullit mund të mos ishte hera e parë kur një qytetërim i avancuar u fshi. Nëse një shoqëri ekzistoi përpara asaj periudhe dhe u shkatrua nga ndryshime të papritura klimatike, atëherë të tjerët mund të kenë ngritur dhe rënë edhe më herët. Në këtë këndvështrim, njerëzimi sot mund të mos përfaqësojë kapitullin e parë të qytetërimit, as më gjetet të dytin. Përkundrazi, ne mund të jetojmë në një sekuencë të panjohur ciklesh, secili i shënuar me rritje, shkatrim dhe ripërtëritje. Historia e epokës së akullit nuk është vetëm për akullnaja dhe kafshë të zhdukura. Është gjithashtu për vijën e brisht që qytetërimet mund të kenë kaluar më shumë se një herë. Nëse njerëzimi po jeton në kapitullin e tij të parë ose në hijen e shumë të harruar, mbetet e pasigurt për tani. Shkenca na jep modele, mitet na japin kujtesë dhe monumentet na japin pyetje. Dhe derisa zbulimet e ardhshme, epoka e akullit mbetet si kujtesë që historia mund të jetë shumë më e vjetër se sa guxojmë të besojmë. Nëse ky udhëtim nxiti pyetje ose teori tuaja, ndani ato në komente. Dhe nëse besoni se më shumë njerëz duhet të zbulojnë misteret e epokës së akullit, pëlqeni videon dhe ndihmoni të përhapet fjala. Mbani mendjet tuaja të hapura dhe derisa të takohemi përsëri.